4 gra, si kur thot Kurani, adhi më shanë. Qarnodhi, erdhë, dënimi Zotit Gjelle Gjelaluhu, e pa të shkatru botën kretë. Dhe shë Allahu Gjelle Gjelaluhu, edhe ata i thretë, ore ju, a e pa se qërhoqit? 70 milion popull. Llogaritë që atëherë kanë qenë ma pak njerëz, po me thonë pa frikë gjysma e Evropës. Vra. Edhe sot e kësaj ditë nuk e marrin veten, po ju thret tash këtyre gjerman, anglez, kush do qoftë, Allahu xhallahu xhallahu njerëz thot, therruni. A e pat ku qet thot? Në çfarë rreziku? Thot pse nuk therreni thot? Kush e ndaloi atë qafirin e madh? Kush e ndaloi? Dhe prap përgatitet i qafir tjetër tash. Armët i kanë bërë gati, gjithë i kanë bërë gati, përgatitet i qafir tjetër, është më rrezikshëm. Pse? Se njerëzit po harrojnë. Po harrojnë mirësinë dhe begatinë e Zotit xhel xhelaluhu. Edhe harrimi është rreziku më i madh. Përkujtimi është dobie më e madhe. Allahu xhel xhelaluhu thot kujtoni ku ishit, pra llogaritë që faraoni i trajtonte në një mënyrë që zërë se ka në për botë sot. Arqisoj torturë Beni Israilit. Ka llogaritë që edhe për këpull që ka përdër dhe më duke i shkel me kam. Me kam, nuk shkilte në tokë, shkilte mbi njerëz. Dhe me thonë, s'kishin asit drejt në atë popull, vetëm kur ka ardhë Musa a.s. Pra ne i thretë Zotit xhel xhelaluhu. Qaru doli i të lashe tjetër. Me qenë se pa i andër, faraoni, edhe i vriste një vit mashkujt, një vit i vriste, një vit si vriste. Se do të linde një person edhe do t'i merrte pushtetin faraonit, pa andër. Edhe i vriste mashkujt, sa të linshin. Rejteroja atë. Allahu xhel xhelaluhu i thot, mirësinë që ju dhash, thot, që ju ngrejta, thot, ju prona Musajin a.s. Edhe me të vërtet, me Musajin pa në hajër të madh. Po kush me pa? Sa ti vente mirësia e Zotit, ktheheshin prap e moheshin Allahun xhel xhelaluhu. Edhe ai momenti i fundit i shpëtimit është ngjarje që të gjithë bota e kanë mësu, sepse shkruhet edhe në për libret atyre se si Allahu xhel xhelaluhu hapi detin Beni Israilëve, bashkë me Musajin a.s. I hapi detin rrugë, kështë e gjanë. Edhe faraoni që për i ndihte, për t'i shkatru, ngeli mrena në det. Thot, është i hesnin men, thot, përkujtoni mirësinë e Zotit. Po ne si popull këtu në Shqipëri ku jemi ne, as do ta përkujtojmë ne rrezikun që patëm dhe mirësinë që erdhi. Po si ishte rreziku? Pra njerëzit punonin zbath, sklever, për rreth 50 vite. Me mohu Zotin me ligj, me forcë, mohimi Allahu xhel xhelaluhu. Mungesa ushqimit, mungesa veshmathjes, mungesa transportit. Asnjë lloj drejte nuk ishe. Allahu xhel xhelaluhu ne na shpëtoi. Edhe e falenderojmë shumë. Unë për vete e falenderoj shumë. Sepse gjithë ata që kanë jetuar në atë pjesë kohë, të dëroshe me i përplas kështu shuplakat se unë jam mirë, kam ballek, kam mirësi. Në i kohë kur ishe barkun bashkë. Pa ajo që mungon dhe ma shumë që ishte bashkë, ishte imani, besimi, që ishte i nalu me ligjë. Mësë në diskriminimi i burrave dhe i grave. Pra, s'kisha si drejt në familjet të atë.
Allahu xhela xhelalu në thratore përkujtoni në ju, ku jeni? Mos u hasdisni tash, që ju erdhë mirësia e begatia e Zotit. A di ku ishin humjet? Përkujtojeni të keqen, përkujtojeni edhe mirësinë që keni tash. Sa ke namaz për të falë? 5 kohë? Jo 5 kohë namaz. 20 kohë namaz falësh. Pse? Sepse ligji diktatora ishte atill që nuk ishte drejt me hap gojën, me foli fjalë. Më ankohu për asnjë send. Nuk njiheshin makinat apo motorat, vetëm bicikletë, as bicikletas kishin njerëzit. Çizmet që përdorin për divers nuk kishte. Edhe ato rrallë në një që do t'i kishte. Atëherë thotë Allahu xhelle xhelalu, ore hesin e ju në mend. A e di ku ishit? Pra, edhe ben Israelit i kishe shtyp faraoni. Çfarë donte qefi me i bën ju bonde? Atëherë thotë Allahu xhelle xhelalu, unë ju dhash begati ju nalcova mbi gjithë kombet e tjerë. Ju prona dhe pejgamberin, ju shpëtoi prej faraonit. Tëra përkujtoni këto thotë, mos i mohoni, mos i bini hasha. Edhe ne, na thret i madh Zot xhelle xhelalu. Edhe ju kujdes sot, juve jo kam sjell pejgamberin, jo solla Kur'anin, po jo solla dhe i mbret keq thot, po ai hiku. Ati ja morra shpirtin. Tash ja jeni të lirë, adhuroni. Adhuroni. Kënaquni tash me mirësitë e Zotit, por mos harroni. Mos harroni. Allahu xhelle xhelalu ka prek një grup njerëzish në Kur'an, edhe thot, janë një grup njerëzish në Kur'an, thot që kur ju vjen mirësitë e Zotit, ato falenderojnë shumë. Sa po t'ju hikin, kthehen fytyrën e vetë vërtet. E lojnë Zotin. Ja, po kur ishte Zoti? Vetëm kur kishim mirësitë. Allahu na ruajt prej këtij grupi inshallah. Allahu na falë dhe na mëshiroft.